Shikues ta 2 CNN mirëmbrëma. Vjen në moment në jetën e çdo pushteti kur ai nuk i trembet as opozitës, as protestave, as mediave, as zhurmës dhe as drejtësisë. Pastaj ka edhe momente të tjera që thirrja t'ia lëm në dorë drejtësisë mund t'i shtojmë përpara tokfjalshin prit pak. Dhe në Shqipëri prit pak është dëgjuar me dekada, kur politika ka dashur që drejtësinë ose ta ketë armë për kundërshtarët ose ta ketë dekor, e kjo në varësi të ditës kur ajo troket në derë, jo si armë, jo si dekor, por si institucion. Ndërkohë ndërkombëtarët shohin pavarësisht kazanëve të tensionit nga zien bota, mbase jo me deklarata të forta çdo ditë, por me raporte, me takime që lexohen mbi nën e mes rreshtash. Shqipëria u krenua fort me reformën në drejtësi duke konsideruar si një medalje, por medaljet nuk vendosen për zbukurim, por për të mbajtur e treguar peshën e tyre. Dhe sot, ajo medalje duket se po rëndon goxha. Nëse politika fillon të prodhoj ligje e vendime për të mbrojtur veten nga drejtësia, çfarë lloj medalje do të kemi ne? Nëse drejtësia fillon të tërhiqet në presionin e teatrit politik, atëherë çfarë do të dalë në skenë? Të gjitha forcat kanë qenë përpara vendimeve të rëndësishme, të cilat mund të kenë zgjatur disa minuta për t'u marrë, por aman tensioni dhe le të themi precedenti dhe standardet kanë mbetur me dekada. Ne do të ndjekim fillimisht insertin e parë të çështjes më të nxehtë politike dhe juridike të momentit dhe sigurisht do të analizojmë me hollësi të gjitha ngjarjet më të rëndësishme që po ndjekin njëra tjetrën. Inserti dhe rikthehemi. Është pezullimi mjaftueshëm? Besoj që po. Pezullimi apo të fusim duhet sipas opinionit tonë. Që do të thotë temë qendrore për një opozitë janë zgjedhjet. Dhe ne aty u bërë një ekspoze. E keni paju librin, 1500 faqe me mira dokumenta, u paraqitën gjërësisht këto, u diskutuar për narkoshtetin, për këto që po ndodhin, azjesimin e sistemit drejtësisë, ta vinë për të na bërë rekomandime, ne jemi antarë në këto. Por presim njëkohësisht dhe një mbështetje të re për kërkesat tona tashmë të njohura që Shqipëria të ketë zgjedhje të lira. Jemi rikthyer në studio, kam kënaqësi që debatin e sotëm ta zhvilloj me zotin Eugen Beçi, avokat, ish prokuror i krimeve të rënda, nderuar mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Zotin Ari Bala, gazetar, nderuar mirëmbrëma dhe faleminderit. Zotin Klevis Balliu, deputet i Partisë Demokratike, njëkohësisht edhe shefi i organizimit opozitar, nderuar mirëmbrëma dhe faleminderit. Kënaqësia ime. Zotin Ermal Asimja, politolog, nismëtar i Forumit Dialogut Politik, nderuar mirëmbrëma dhe kënaqësi, shumë faleminderit. Ndërkohë në lidhje të drejtpërdrejtë kem zotin Arben Malaj, ish ministër financave, nderuar mirëmbrëma dhe faleminderit. Faleminderit, po mbetet gjithmonë me is. Gjithmonë integriteti është i pari, zoti Malaj, pastaj vijnë të tjerat. Statuset të jep vetëm integriteti. Shumë faleminderit. Zoti Beçi, nesër majoranca pritet të jetë një provë zjarri, duke qenë se çështja më e rëndësishme është ajo e zonjës Balluku, zëvendës kryeministre dhe njëkohësisht ministre e energjetikës dhe infrastrukturës. Cilat janë shtigjet ligjore që ka majoranca për këtë vendimarrje, shtigjet politike dhe çfarë kosto mund sjellë? Nuk e di nesër zhvillohet seanca plenare apo ka vetëm vendimarrje politike? Është mbledhje e grupit parlamentar dhe qeverisë. Nesër vendos byroja. Jo, komiteti qendror, byroja ka vendosur. Gjithsesi, ideja e procedurave që ndiqen zakonisht për heqjen e imunitetit të një deputeti të Kuvendit të Shqipërisë që ka lidhje me funksionin e ruajtjes sa më të mirë të
parlamentit, sigurisht që kalon disa faza. Faza e parë u pa që kaloi remi, siç kaloi dhe vendimi i gjykatës kushtetuese, 5-5. Do thotë që besojnë në seancë plenare ku diskutohet kërkesa e prokurorisë posaçme për heqjen e imunitetit të një antari të parlamentit të Shqipërisë, do votohen 2 raporte, të paktën siç u pa nga procedura. Përsa i përket mënyrës se si kuvendi duhet të vendosi, ka pikpamje procedurale, ka dhe pikpamje politike. Pikpamja procedurale është e lidhur drejt për drejt me faktin se çfarë kërkon një prokurori nga një antar i Parlamentit të Republikës Shqipërisë duke i hequr imunitetin dhe duke ju referuar ligjit, kemi 4 element të cilat prokuroria i kërkon që Parlamenti të heqë imunitetin. Kemi 2 masa sigurimi shtrënguese që është arrestin burg, arrestin shtëpi, kemi dhe kontrollin personal dhe kontrollin e banesës. Këto 4 element kanë mbetur pa u hequr, është imuniteti funksional që ju pëlqen ta quajnë mazhoranca këto ditë, që ka mbetur pa u hequr nga viti 2012. Pasi në vitin 2012 u hoq një pjesë e imunitetit për antarët e parlamentit dhe çdo person që ka imunitet ligjor në Republikën e Shqipërisë dhe mbetën këto 2 element. Në rast se parlamenti mund të argumentojë faktin që një antar i tij po ndiqet penalisht për shkak të bindjeve politike, pse jo mund të mos e pranoj heqjen e imunitetit, sepse dhe në konceptin e së drejtës, imuniteti zakonisht vendoset për të patur një funksion sa më normal parlamenti nga ndërhyrjet politike që mund bëj ekzekutivi apo një organ tjetër siç mund të jetë prokuroria. Dhe në konceptin e përgjithshëm, imuniteti zakonisht mbron opozitën. Mbron opozitën nga revanshi që mund të marrë pushteti ekzekutiv, nga revanshi që mund të marrë organet ligjzbatuese për shkak të një fryme politike. Dhe ndjekja që i është bërë procedurës në Komisionin e Mandateve kishte të bënte pikërisht me këtë moment. Prokurorët e Republikës Shqipërisë paraqiten në sallën e kuvendit dhe thonë që po, një deputet ka këtë status procedurial, kemi disa prova të cilat mendojmë që vërtetojnë faktin penal për cilën ne e marrim të pandehur këtë person, nuk kemi asnjë përndjekje politike, se ky është shablon i ndjekur si formul, dhe për këtë arsye i kërkojmë kuvendit miratimin e heqjes së imunitetit. Të ndalojmë nga pikpamja procedurale, se shpeshherë kemi dëgjuar në 2 raste, jo shpeshherë, por në 2 raste kemi dëgjuar që mazhoranca me juristët e saj arrin të shpjegojë dhe të thotë që ndryshimin e 242 kodit procedurës penale nuk cënon hetimet. Tashti, vim të imuniteti një antarit parlamentit dhe mosdhënia e imunitetit të plot për heqjen e tij të një antarit të parlamentit, përsëri thot mazhoranca nuk cënon hetimet. Çfarë janë hetimet penale në vetvete? Hetimet penale në vetvete janë në 2 shtylla kryesore. Shtylla e parë, ushtrimi i ndjekjes penale nëpërmjet fillimit të një procedimi penal, të cilën e ka zgjidhur politika shqiptare që në 2012, askush nuk ka parlament nga imunitet nga ushtrimi i ndjekjes penale, dhe pastaj mënyra e hetimit. Të ndalojmë te mënyra e hetimit. Një ndër elementët kryesor që parashikon procedura penale që hetimi të jetë i plot, objektiv, i thelluar dhe pa asnjë pengesë janë dhe masat e sigurimit, pa i përmendur se si shtrihen masat e sigurimit. Në rast se ti organit procedues si e ke ngarkuar me kushtetut të kryej hetimet, i heq një element që është ai i masës së sigurimit ndaj personit që dyshohet që ka kryer veprën penale, sigurisht që hetimin ti e bën të mangut. Politikisht mund të thuash tërë ditën unë nuk e pengoj hetimin, por në rast se ti prokurorisë i lidh duart për kontrollin, i lidh duart për të patur një masë sigurimi më shtrënguese se ajo që ka menduar në fillim prokuroria dhe kërkon ta zvendësoj, sigurisht që ti ke ndërhyrë në mënyrë të drejtë për drejtë. Dhe është hipokrizi të thuash që ne nuk cënojmë hetimin. Hetimi i prokurorisë në rastin konkret i prokurorisë posaçme, për këto 2 shtylla që unë të përmenda, sigurisht që cënohet. Prokurori i ka duart e lidhura, nuk mund të marrë çfarë do lloj masë sigurimi ndaj një personi që është duke ushtruar ndjekjen penale. Dhe të thuash që hetimi po vazhdon në mënyrë normale, nuk e thua dot. Që nga viti 2012, hetimi në Republikën e Shqipërisë nuk pengohet të vazhdojë në mënyrë normale. Asnjë antar i parlamentit nuk ka imunitet nga ushtrimi i ndjekjes penale, asnjë antar i parlamentit nuk ka imunitet nga përgjimet, por ka imunitet për ato element që s'duhet të përsëris prapë, për 2 masa shtrënguese dhe për kontrollet personal. Çfarë mund të ndodhi? Unë mendoj që mund të ndodhë përsëri precedenti Tahiri, parlamenti të ndërhyjë të
bëhet një lloj gjykate vlerësuese dhe të thotë, shiko, unë s'ta jap imunitetin ty për arrest të dyja llojeve, si arrest në burg, arrest shtëpi, po t'jap imunitet që ti të bësh kontroll personal ose domethënë e heq imunitetin që ti të bësh kontroll personal ose kontroll banese. Kjo është një zgjidhje e cunguar, është një zgjidhje që vetë prokuroria nuk ta ka kërkuar ty si parlament. Prokuroria ty të thotë, më hiq imunitetin, pastaj do vendosun të caktoj masë apo jo, do kërkojnë gjykat caktimin e masës apo jo, do kërkojnë në gjykat kontroll apo jo, është diskrecioni im. Ti ma lër personin pa imunitet dhe të vendosun se si do ecë dinamike e hetimit. Do thuash kush je ti si prokurori, se dëgjojmë dhe këtë. E di kush është ajo prokurori? Prokuroria e caktuar me kushtetut nga Republika e Shqipërisë, që është i vetmi organ që ushtron ndjekjen penale në Republikën e Shqipërisë. Qartë. Ndërkohë, do marr një mendim nga zoti Malaj si socialisti i vjetër. Zoti Malaj, nesër ditë e rëndësishme për Partinë Socialiste sa i takon një vendimi që do të marrë për ta lidhur edhe me një shprehje të Churchillit, duke qenë se edhe ju e kishit përmendur, unë i ndërroj partit për të mbrojtur parimet e mia, nuk i ndërroj parimet për të mbrojtur partinë. Nesër çfarë prisni ju? Çfarë do të ndryshojë? Jo si socialist, po pare si shqiptar dhe vetar, se kam në kolegun Asimja, se ikim sot një aktivitet, se sa do bëd mbikëqyre qeverisë e vendit. Po dëshiroj të tekstoj dhe kam bërë një apel publike, kam shënda edhe në Facebook, një apel që socialistët, nëse kanë mbetur ata që vënë Shqipërinë mbi partinë, ka një mundësi të artë që nëse KPD-n e 2006-ës ta kthejnë ata si KPD-n e 2005-ës, duke kërkuar publikisht Ramës që të japë do të heqe. Sepse në analizën time, afat gjatë për zhvillime politike në vend, duke parë dhe mesazhet e fundit që vinë nga gjitha institucionet politike, dhe së fundi veç më qartësisht nga institucionet financiare, si Banka Botërore, si FMN-ja, si Bashkimi Evropian që qartëson se cënimi i drejtësisë apo pengimi i saj është i patolerueshëm dhe i panegociueshëm, atëherë çdo hap mos do heqë nga Rama, është një shëmbje e urës të procesit të integrimit, sepse do shikojmë që do të jetë një kushtëzim i përsëritur, mase jo me gjuhaj të ashpër publike, por në thelb mesazhet janë të qarta. Kështu që të bazuar dhe tek filozofi grek Seneca, që shumë pak sklever janë të vërtet dhe shumica janë sklever vullnetar, ndoshta kanë mbijetuar brenda grupit parlamentar të PS-së dhe strukturat të drejtpërgjithshëm një pakicë skleversh të vërtet, që edhe sikur të jetë vetëm 6-7 veta, kanë mundësi ta pengojnë Ramën në ndryshimet e kodit procedurës penale dhe të kushtetutës së Shqipërisë. Keni ndonjë emër, zoti Malaj, duke ju referuar atyre që ju i konsideroni sklever? Unë nuk kam frikë të përmend emrat, por nuk e gëzoj të drejtën të avdjef iniciativën atyre që realisht mund të bëhen pjesë e këtij grupi, e kësaj majaje, për ta kryer sërish Partitë Socialiste nga një parti oligarkike, nga një parti e njerëzve me civik kriminale, në një parti që ishte modeli deri në 2005-ës, një parti politike me demokraci të brendshme dhe me këndvështrim modernizues të qeverisë së vendit, deri në konceptin do të ndajnë shtet për të bërë pushtet. Tek cili e keni më shumë besimin, zoti Malaj? Duke qenë se një emër mund ta thoni besoj. Nuk se ngurojnë ata, zëra kritik ka pasur shumë pak, por unë besoj që të ka i grupi i skleverve vullnetar të ketë disa që të i therasin ndërgjegjës së tyre. Nuk po flas për moralizim, po flas për përgjegjësi ndaj vendit. Se të jemi në pikën ku kredibiliteti i politikës në tërësi është në pikën e tij më të ulët. Dhe nuk mund ta mirëqeverisësh një vend nëse kredibiliteti publik përfshirë vlerësimet për majorancën, për opozitën, për partitë e reja, për figurat politike, akademike, në përgjithësi, është në një nivel kaq të ulët.
Qartë. Zoti Balliu? Po. Cili është standardi që do doni të vendoset ditën e nesme nga le të themi kundërshtarët tuaj politik? Ju si Parti Demokratike, keni një standard në mendje që doni atë standard të ndiqet? Po, mund të flas se çfarë standardi. Vendosur edhe nga Partia Demokratike mbase pas krijimit të SPAK-ut. Mendoj që mund të flas për standarde në një parti që s'ka as standard, as moral dhe as gjë. Atje flasim për një lojë të pushtetit dhe vendimi atje do të bazohet nëse Rama ka arritur të shpëtoj veten apo ka arritur ndonjë marrëveshje për veten e vet, apo jo. Nëse ai ka gjetur një zgjidhje për punën e vet, nesër lëshon Belinda Balluku, nëse nuk ka gjetur zgjidhje për problemet e veta, pasi ai ka firmën bashkë me Belinda Balluku në aferën e tunelit Llogaras, ai do të vazhdojë mbrojtjen ndaj Belinda Ballukut. Pra e gjitha këtu varet nga interesi politik i Ramës, interesi i cili sot po bën kurban edhe integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ju çfarë standardi doni që të vendoset? Shikoj, prokuroria mund të nisë hetimin ndaj çdo kujt, edhe ju mund të bëni një kallëzim penal ndaj me, dhe ata kanë detyrimin të nisin hetimin. Dhe një prokurori do nisi hetimin. Tjetër çështje se si pasaj procedohet. Po mund bën përshtypje që një parti dhe një qeveri e cila për 13 vjet ka përmendur burg për qytetarët se pagonin drita, burg sepse nuk e pret tollonin, burg se do parkosh ndysh, dhe gjithë kjo parti sot thotë burg për gjithë, po vetëm për Belindën jo. Burg për gjithë shqiptarët se parkojnë ndysh, po për Belindën që ka vjedhur miliarda jo. Edi Rama ka lëshuar të tjerë pa fund, ka hequr imunitetin pa u menduar 2 herë të eksponentëve të tjerë të lartë Partisë Socialiste, se ka thënë një gjë për Erion Veliajn. Shrasti pak më ndryshëm. U fut në burg sepse ishte rahat në atë pikë, sepse thoshte pushteti lokal nuk lidhe mund direkte. Në rastin e Belinda Ballukut, ai është i përfshirë në mënyrë direkte. Është i përfshirë sepse është ai njeriu që ka drejtuar negociatat me kompaninë turke, që s'ka ardhur asnjë ditë. Çështjen e incineratorëve ju zoti Rama akuzoni si opozitë. Të gjitha është zoti Rama, të akuzosh të tjerët është të mbrosh Ramën. Ata smartohen dot pa lejen e Edi Ramës, jo të vjedhin miliarda pa lejen e Edi Ramës. Cili standardi zoti Balliu që propozon Partia Demokratike? Nëse do ishte në pushtet, çfarë standardi do vendoste me këtë çështje? Në rastin konkret nuk do kishim arritur kurrë, sepse Partia Demokratike ka dhënë dorëheqjen në historinë e saj. Ju keni Ilir Usmailin, që është një dashamirës i PD-s sotme, për një akuzë që është ngritur, ka dhënë dorëheqjen si zëvendës kryeministër. Ja ku e keni, kjo është shembulli që ka pas Partia Demokratike. Zëvendës kryeministri Rusmaili dha dorëheqjen. Është pak më ndryshe kjo historia. Pse? Ju e dini shumë mirë që është pak më ndryshe. Pa thuaj ti si është ndryshe. Kishte një akuzë për këtë të vllajt vet përfshirë me tendra, ai dha dorëheqjen dhe vetoni. Kurse në rastin konkret kemi gjithë qeverinë dhe gjithë media dhe gjithë pushtetin u bë tani 3 muaj që e din gjithë që kjo ka vjedh para pafund dhe vazhdojnë të mbrojnë. Dhe aq më tepër që në dosje aty ka dalur që zonja kanë ndërhyrë në hetime. Kanë ndërhyrë, sepse kemi momente aty ku ajo thot, më thuaj sa para do, që të mbyllësh gojën. Ne kemi momente që të fortët thot prokuroria. Të fortët e saj zonje i dim. Të fortët thot prokuroria kanë ndërhyrë për të kthyer dëshmitarëve. Dhe prandaj qëndron masa arrest me burg. Se përndryshe, pse është masa në arrest me burg Erion Veliaj? Ai është i akuzuar më pak se kjo. Qoftë pse është masa në arrest me burg Ilir Meta? Po pse u bëgan gjithë për burg përveç Belinda Ballukut, sepse te Belinda është në formë në mënyrë direkte Edi Rama. Dhe unë e theksoj, e din gjithë çfarë mendimi kam unë, qoftë për Erion Veliajn, qoftë për Belinda Ballukun, por të thuash që këto kanë vjedhur vetëm, të thuash që këto e kanë bërë këtë padjenin se do ai ndardha apo kokoshka pas këtij, kjo është absurde. E vërteta është që për të prishur këtë sistem, se ky është një sistem, nuk prishet as duke hequr Belindën dhe të vjo Gerta, se janë njëra më keq se tjetra, por ajo bëhet duke hequr kokën. Dhe përgjegjësi këtu kryesor është Edi Rama. Tani po të them një gjë tjetër. Sikur Edi Rama mos kishte asnjë lidhje me asnjë aferë korruptive, zero lidhje. Ishte njeriu më i pasur në politikën shqiptare, jo në 30 vjet, por në 5000 vjet po të doni ju. Ai sot duhet të jepte dorëheqjen sepse të gjithë njerëzit që ka promovuar dhe ka sjellur ky kanë rezultuar që kanë vjedhur. Ti je kryetare e saj partie, ti e ke përgjegjësinë për këtë. Se nuk ka qelluar 1 apo 2. Tu kanë kryetarët e bashkive në burg. Kanë deputet në burg, ministra në burg, drejtora në burg. Çfarë duhet bëjmë? Pra ju thoni standardi nis në standardi nes, se ky është jashtë çdo diskutimi tjetër dhe nuk ka. Thash, ajo çfarë duhet ndodhi nesër, Edi Rama duhet t'i japi dorëheqjen, nuk e jep sepse 24 orë mos jetë kryeministra i shkon në burg dhe e di këtë punë, por çfarë duhet ndodhte në një vend normal është kjo. Fakti mbetet ky. Të gjitha aferat korruptive
kanë qenë me arkitekt Edi Ramën, me interesin më të madh të Edi Ramës dhe përqindjet më të mëdha i ka marrë Edi Rama, dhe të fajsosh të tjerët dhe ta mbyllësh me aq, do të thotë të mbrosh Edi Ramën. Përgjegjësi është Edi Rama. Zoti Bala, çfarë do të ishte për ju nesër një vendim i drejtë? Ta nis nga edhe me ftuarit në panel, në bazë të retorikës që kanë mbajtur, e para njerë duhet të saksoj me zotin Beci që tha imuniteti është bërë për të mbrojtur opozitën. Jo, thash në parim. Në parim. Atë frym ka. Po, pa tjetër, po, nëse do thua që është mbrojtur, është iniciohet në parim imuniteti është për të mbrojtur çdo individ i cili qoftë dhe qeveria përmes, pra jo vetëm opozitën, po dhe individët e tjerë që për shkak ta mbrojë minimalisht nga një arrestim arbitrar këdo që është parlament, të opozitës apo të vetët. Imuniteti sot, zoti Beci e theksoi që është absolutisht është institucional dhe ka dal nga skena e që është individual, pra askush sot nuk ka lidhje me që mos të hetohet, dhe nëse zoti Beci pranon që qeka e mangut që zonjës në fjalë nuk i shkojnë dot në shtëpi për ta hetuar dhe nuk i mjaftojnë pezullimi nga detyra apo gjithë masat e tjera, marrja pasaportës, vendosja në detyrim në paraqitje, atëherë për mendimin tim hetimi që po bëhet ndaj subjektit është i paplot. Minimalisht, jo vetëm i paplot, por është pa prova. Pra këta kanë nevojë për prova tjera, ndoshta këto akuzat që janë aty nuk i dalin këtyre prokurorëve. E para njerë, imuniteti që ta theksojmë. Të ndërpres pak, përmes sofizma, luajmë sa të duhet. Jo sofizma, po flasë realisht, si është. Procedurialisht. Në rast se do të ishin provat e plota, do bëj fjalë për dërgimin e çështjes në gjykim. Absolutisht. E para. Po flasim për politikan. Në rast se do flasim për politikan, zoti Beci, nuk po flasim për njerëz. Politikanët e kanë me 7. I kam numëruar 7 opinionet Komisionit Venecias, ku thotë imuniteti nuk është individual, është institucional. Çfarë ka thënë Komisioni Venecias? Çfarë thotë për Imanoglun? Ma shpjegon dot? Ta shpjegoj çfarë thotë për Kosovën. Jo, për Imanoglun, çfarë thotë? Që është kryetari i bashkisë. Jo, më thuj këtë që po të pyes. Jo, po të pyes për Imanoglun, po. Çfarë thotë? Paraburgimi thotë është pa afat. E mban tjetrin në burg, sipas se unë vjen keq. Po. Si, jo. Të shpjegoj diçka. Kështu pra thot Komisioni Venecias. Para burgimi nuk ka afat. I mbani njerëz nga 3-4 vjet në burg, ju thot, dhe pastaj më mbrapa hajde se flasim neve. Dhe kjo është plaga e shoqërisë. Zoti Beci që e kanë, Beci më fal, se nuk e bëra për të të ofenduar. S'ka lidhje me punën. Sinqerisht, Zoti Beci më fal. Atë ke ofendimi se po flasim për procedurë, jo për zonja. Si ishte e qëllimshme. Jo, s'ka lidhje më fare se çuaja të fare, nuk kam atë ide. Para burgimi, thot Komisioni Venecias. Jemi ke para burgimi. Si ke para burgimi? Po ku jemi? Po çfarë po kërkon për zonjën Balluku? Do më lesh të mbaroj, të lutem. Jemi te fakti që Parlamenti i Republikës Shqipërisë do bëhet gjykatar. E heq mandatin. Atë pastaj do flasim më mbrapa. Jo, për Komisionin Venecias. Parlamenti i Republikës Shqipërisë do bëhet gjykatar. Hoqë mandatin më nesër. Ku shkon zonja? Asgjë kunde. Parlamenti i Republikës për prokuroria. Ka kërkuar prokuroria arrest më? Jo, prit. Si s'ka kërkuar arrest? Ja, prit, më fal. Si ç'të fal? Ka kërkuar arrest? A më pyete? Po pra. Të shpjegoj procedurën. Jo, më unë e di shumë mirë. Atë, të vetëm gjë që kërkon, po ka kërkuar arrest, nuk kam nevojë ta mësoj nga kush. Vazhdo ma trego. Ka kërkuar arrest Republikës së Shqipërisë, sipas neneve të parashikuara në kohën e Po, pra ka kërkuar arrest. Do respektoj. Ka kërkuar arrest, patjetër, po. Atë më dëgjoj në fund. Prokuroria e Republikës së Shqipërisë, çfarë do lloj prokurorie e Gjirokastër se posaçme shkon dhe kërkon heqjen e imunitetit. Ma hoqë imunitetin, mbarova punën e parlamentit. Më lër më burrë. Mbaron hoqë imunitetin, po do shikoj dhe do studioj dosjen. Në këto 4 element që kam, arrest në burg, arrest në shtëpi, kontroll banese. Ka vetëm arrest në burg, arrest shtëpi, le kontroll banese këto, nuk është për këtë punë kjo. Të lutem, po tani ke qenë prokuror, nuk bëhet për këtë punë. Unë kam qenë prokuror, po më lëgjoj deri në fund më burr. Po mos ma fut fare. Do ta shpjegoj, do të hap kodin e procedurës penale. Ma hapur. Mos nxehemi që nxehemi nga fundi. Jo, më jo që fillim se më dëgjoj konceptin. Bëhemi miq. Të më dëgjoj konceptin deri në fund. Mbaroj imunitet. Po mirë më burr. Po më thuaj. Nuk po të ndërpres, më thuaj. Po çfarë po bën?
Po pra më thuaj. Atëherë, po ta them, udhëhoq imuniteti nga Parlamenti i Republikës së Shqipërisë. Po, do të çojë tek avalishenca apo do të arrestojnë? Kaq më thuaj. Ora thuaj njerëzve në tani televizor, do arrestojnë apo do çojnë me pushime tek avalishenca. Jo ke punë me njerëzit se ti profesionist i fushës. Ka mundësinë të djosh, me që je ti profesionist i fushës, Unë nuk jam, more. Unë nuk dua të nxehem. Unë e di që do arrestojnë. Po shpjegoj, jo, nuk e di unë fare se do arrestojnë, sepse nuk e di të kemi. Si ka rënduar, janë rënduar. Prit. Ju Jo, prit ti. Prit ti ku pasun më gjoti. E kisha unë radhën. Zoti Beçi e kisha unë radhën, mund po të jap kohë që ta bëjmë debat. Vazhdo, po ma thuaj. Debat kjo është insolabe. Nuk është debat. Nuk ka rëndësi. Unë e bëj se jam edhe lab edhe gjys lab gjys këtë. Lutem, i bëj gjitha. Po ta gjej. Hoq imuniteti nga Parlamenti. S'ka një gjë për të lutur. Jo, se debat po bëjmë se për të zënë jemi jashtë. Hoq imuniteti. As jashtë as mrena. Hoq imuniteti. Prokurori me letrat në dorë dhe thot, do bëj këtë kërkesë, nuk do bëj atë kërkesë. Ja çoj gjykatës. Ku e di ti që ti them popullit unë, zonja apo zotëria do në burg, në rast se gjykata. Ja si e di unë. Ja më ma fal, po, thasë ishte pyetje. Të kërkoj ndjes, të kam ndjenasime. Gjykata e rrëzoi kërkesën e prokurorit. Atë jap një përgjigje. Zotëri, gjykata e rrëzoi kërkesën e prokurorit. Ja ku shkoi dëm kjo kërkesë. E para, e dyta. Ti po për të gjykata, thua ti tani po flas se kërkon prokuroria. Procedurë më zotëri. Jo, tani më lë. Mbaroj edhe një. Ma fal. Hoq imuniteti. I shikon letrat prokuroria thot nuk dua të bëj kërkesë. Zoti Beçi, të lutem. A mund ta marrë? E dua pa imunitet, nuk dua ta sqaroj zoti Beçi dhe pastaj më sqaroj se s'mund të sqaroj derisa të lirohet. Ka një fazë. S'është kapur akoma. Po pra kur të lirohet pastaj më mbrapa, te sqarimi ka një gemi fiks aty për sqarim. Sqarimi zoti Beçi. Jo nuk më bin, më jo, s'ka këtu për të bindur. Kjo është procedura. Zoti Beçi nuk po sqaron. Nuk po sqaron, prit. Jo më i dashur zoti Beçi, edhe një herë. Të lutem. Ka kërkuar prokuroria me llogaran kërkoi detyrim paraqitje dhe heqjen e pasaportës nga Afrika se mos largohet, iku një mas. Me lotin 4 kërkoi pezullimin. Nuk pezullim nga detyra me Ballukut. Po. Nuk ja dha pezullimin, Rama e çon kushtetuese se nuk ra dakord dhe është ligjore të mos bie dakord. Ndoshta mos po të binte dakord mund të ishte edhe shpërdorim detyre se e pranon ligji. Tani interpretimin e ligjit e shkel apo jo e vendos tjetër kush. Tani këtu jemi në fazë detyrim paraqitje, thonë që prokuroria ka dalë rrezikonte 10 vit te burg tha në Këshillin e Mandateve, tani rrezikon 35 vite but isha artikulimi i prokurorisë së posaçme në Këshillin e Mandateve. Tani i rëndohen akuzat, i rëndohen vitet e burgut dhe pret lehtësim mase në si procedurë, pra nga detyrim, se s'ka tjetër, detyrim paraqitje, prokuroria posaçme të vetmin moment kur kërkon imunitetin e një parlamentari, i funksionari zyrtari të parlamentit e kërkon vetëm në rastin kur do marri mas arrest me burg ose arrest shtëpie. Pa kontrollin e banesës, po këta s'po e bëjnë për kontroll banese, sepse kanë bërë po bëjnë hetim pasuror, i kanë marrë gjithë familjarët, si që duhet mi shku te shtëpia ai. Para gjykon ti hetimin këtu, se po më thua që nëse nesër japin imunitetin, nuk do shkojnë banesë, nuk do arrestojnë, po më thua, me 35 vite burg që rrezikon zonja, po prit me intimidimin, po prit para pretendimet, u shoh pretendimet e prokurorisë, intimidimin siç pretendoi prokurori që janë intimiduar dëshmitarët, kanë ke parti kur janë intimiduar dëshmitarët. Po pra një pyetje, dëshmitarët janë intimiduar në nëntor. Pse nuk kemi ndonjëherë sot në një arrestim nga prokuroria posaçme për dëshmitarët intimidues, të fortë apo të butë? Nuk ka rëndësi për mua. Pse nuk janë marrë këta zotrinj me pranga në duar dhe të pyeten atij, hajde këtu ti zotrinj. Po nuk mund të më vonë, po jemi në fund shkurti, erdhi marsi, po flasim për imunitetin e zonjës dhe nuk kemi kapur akoma kërcënuesit. Në thelb, a kupton? Duhet ta kishte është e vonuar dhe zoti Beçi këtë e di shumë mirë. Ju lutem, se kam zotin Asi. Ç'është? Po ç'është punë tani? Jo të tha zoti Asimi, ja. Dhe lutem ne nuk do shikojmë për leshje gladiatorët. Kush vetë më fortë, kush. Po ndro stacion mos zotrin, ndro stacion. Të lutem. Ndro stacion. Të lutem. Kur fole ti nuk të pengoj njeri më? Edhe nuk është se theni... Ore 4 minuta. Po pra unë isha bashkë me zotrin 8. Për 2-4, se edhe ekonomist. Tani mëna mbaj dhe kohën, tani se sa do flasim. Zoti Malja se t'jam qas me respekt. Një sekundë. Po nuk është se theni gjithë zgjuar që të t'lenim dhe më shumë kohë, a kupton? Po lërë tani, po na më tëpet dhe fjallë. Zoti Bala, të lutem. Po iko zoti.
nderuar. Të lutem zoti Malaj, të lutem zoti Asimi, për ju çfarë do ishte një vendim i drejtë ditën e nesërme nga grupi parlamentar dhe qeveria? Duke qenë se agenda është publikuar, zonja ministre dhe zëvendës kryeministre nuk është parashikuar për të folur ditën e nesërme gjatë këtij takimi, ndërkohë që duket se vendimin do ta thotë zoti Rama. Pra atë që të qëndrimi që të mbajë Partia Socialiste. Pranimi i heqjes së imunitetit, ky është vendim politik. Është vendim politik shumë i rëndësishëm. Pastaj çështja a arrestohet apo merret një mas tjetër, se këtu debati halli është mos hiqet imuniteti se mos arrestohet. Ja arrestohet edhe. Ku është problemi? Pra atë punë është prokuroria, atë punë është gjykata etj. Ku është problemi? Do të thënë, mos duhet të çohemi kundër mos arrestimit të gjithë njerëzve që kapen sot në Shqipëri në problem. Do të thonë, nuk e shoh problem atë, se çfarë vendoset pastaj është problem komplet tjetër. Edhe mund ta kërkojnë që ta arrestojnë dhe shumë mirë, qofse e kërkojnë, qofse i kanë provat. Me ato gjëra që ne kemi parë aty, kemi dyshime që ka ndodhur diçka problematike aty. Nga pikpamja politike është e rëndësishme, mendoj unë, që Partia Socialiste të tregojë që është në gjendje të zbatojë një standard integriteti moral, politik aty brenda. Dhe ta bëjë këtë gjë, siç e ka bërë dhe me të tjerë më përpara. Ka bërë një fazë të parë mbrojtje politike, por pastaj është tërhequr, edhe ka mbajtur atë qëndrimi që nuk bëhemi avokati i askujt etj. Tani praktikisht jo vetëm që bëhet avokati i dikujt, por merr përsipër që edhe të ndryshoj ligjin për të ndryshuar diçka, dhe frika ime më e madhe nuk është thjesht ajo çështja Neni 242. Frika është që ai Neni 242 është thjesht ajo dera që hapet pastaj për të futur një thes me të tjera gjëra aty brenda, sepse ka precedent. Që nuk dihet sa është thesi, thonë ju. Po patjetër, sepse ajo në vetvete nuk përbën një problem të madh. Çështja e pezullimit nuk është ai problemi madhor. Do të thotë shikosh raste si Rumanis, për shembull, ti shikosh që sulmi kryesor nuk ka qenë ndaj çështjes pezullimit e tjerë. Sulmi ka qenë drejt për drejt te koncepti i shpërdorimit detyrës. Se ajo është çështja kryesore. Po e preke sot, po e dëmtove shpërdorimin e detyrës dhe element tjerë, se nuk është vetëm ajo. Atëherë ti praktikisht e pa aftëson drejtësinë. Ti trof pasaj që ke drejtësi, sepse prokurori në gjykatën do ta kesh për atë që parko makinën dysh, si thot zoti Balliu, ose një fakir tjetër që ka vjedh drita s'ka pagu 3 muaj, ose dikë që ka bërë një krim tjetër. Çështja është që në politikë kur ti futesh aty brenda ta marrësh parasysh këtë lloj çështje, domethënë se ajo çështja e imunitetit nuk është bërë thjesht për të mbrojtur njerëzit. Ka një parim thjesht aty. Jo për të mbrojtur këdo. Është për të mbrojtur deputetët nga çfarëdo lloj forme në thonjza persekutimi politik. Kur ti ke një gjykatë, për shembull, e cila merr përsipër të persekutojë ty politikisht, për shembull në rastin e opozitës, se ky është rasti normal. A mund të pretendojë sot dikush që po persekutohet politikisht shumica në Shqipëri? Më duket absurde. Mua të paktën personalisht. Kështu që çështja e imunitetit nuk ka asnjë lloj kuptimi, nuk ka kuptim që ti të mbrosh me imunitet dikë që është në pushtet. Ky është mendimi im. Erman, a mund të them vetëm 2 gjëra që jam dakord dhe me zotin Balliu. Mund të thoj thjesht për zotin Balliu ka shumë të drejtë që këtu gjërat janë bërë gabim. Po zoti Balliu marrim leje duke ngritur dorën. Po një moment në marrë dhe vite kjo. Kërkoj ndjes. Pra zoti Balliu jam që je problematika sikur se tha dhe zoti Asimi, që ka problematika të tjera. Por nuk gjykimin tim e kam personale, nuk duhet bim në batakun që që janë problematikat këtu, mos zgjidhim dhe problematikat e tjera ku janë qoftë edhe në parlament, apo ku do tjetër, qoftë dhe për zyrtarët, qoftë në aspektin e paraburgimit, ose... Edhe jo t'i bashkojmë gjitha çështjet dhe të bëjmë një lloj smuthi... Po bashkoj çështja una, jo, ishtem darë, jemi thrit vetëm për një çështje, po ato që adresoj thash zoti Balliu dhe zoti Asimi, që njerëz që arrestohen për fatura drita, për parkim dysh. Me njëherë zoti Malaj. Ha, e lash, se mos po na hidhet në qarë. Zoti Malaj. Po je i pa edukuar. E para dhe mbi gjitha kontributim në këtë diskutim është ky. Lidhur me aspektin e hetimeve, vetë Partia Socialiste del dhe mburet që është garantja e reformës dhe reformë për spakut do të thotë të mos ta tënosh direkt dhe indirekt në një
në asnjë hap të veprime tyre juridike. Rruga e drejtë është rruga kushtetuese. Atë përballje Raba e humbi me turp. Dhe ju thoni që Raba kishte drejta të çojë gjykat kushtetuese. Çdo individ ka drejta të çojë gjykat kushtetuese. Por Raba ka ekspert. Dhe Raba është kryeminist që ka humbur më shumë betejë në gjykatë kushtetuese sepse duket që është autokrat. Lidhur me debatin tjetër. Unë shoh nëse është e vërtetë që Partia Socialiste do bëj propozime të modelit rumun, pra edhe modelit do ta marrim nga Rumania, edhe këshilltarin e sigurisë kombëtare të Shqipërisë do marrim i shefit e servive sekrete i akuzuar në Rumani. Pra kemi zgjedhje individuale, jo ekipe këshilltarësh me ekspertizë të thelluar shtetformuese dhe në fushën e sigurisë kombëtare. Pra, Partia Socialiste pretendohet të bëjë një ndryshim në kodin e procedurave penale që të thotë dhe unë e mbrojë parimin e prezumimit pafajtësisë, por ajo e bën akoma më rumune që askush nuk mund të arrestohet pa kaluar 2 shkallët e gjykimit. Kjo pasaj krijon një kontradikt midis fazave integrale që janë proceset e denoncimit, proceset e hetimit dhe proceset e ndëshkimit. Por le të shkojmë në elementin tjetër themelor. Të gjithë do të jemi të barabartë përballë ligjit. Pra, në parimin e imunitetit po bëjnë disa diferencime favorizuese. Po, në parimin e imunitetit, zoti Malaj, a mund të ketë, le të themi, një lloj binjakëzimi, qëndrimi për zotin Berisha dhe qëndrimi për zotin Balluku? Një sekondë zotëri, kush është favorizuar deri tani? Një person të më thotë. Kë kanë favorizuar deri tani Spaku? Po ju më thuaj një person kush është favorizuar pastaj, mos tani, kjo është pa kuptim. Kush është favorizuar më zotëri? Tani. Po këtë drejtë më bësh pyetje mo. E menaxhon emisionin Andrea ose unë tiki. Jo, ore, nuk ka lidhje ikën apo vjen. Ka mendimin e tij. Po them, unë nuk po them, po jo mendim, po s'po më them përgjigje. Më thuaj një person që është favorizuar. Unë jam në studio, tani ti gënjen. Po të lutem, zoti Malaj, të lutem, zoti Malaj ka. Kush është favorizuar mo? Ore një subjekt që është favorizuar sot nga Spaku. Ta përfundoj argumentin, zoti Malaj. Po s'është ne tim Rama. Të lutem se ka dhe vështirësi sepse është në lidhje drejt për drejt. Zoti Malaj. Ja, kisha në raport për se... 2 minuta të më flas. Ju lutem, po zoti Malaj. Pra, thelbi i parimeve të funksionimit të një demokracie funksionale që bën ndesh me drejtimin autokratik deri në neodiktatorial është barazia përpara ligjit. Në qoftë se në kodin e procedurës penale vendoset ky parim që askush nuk arrestohet pa vendim të shkallës së dytë, atëre ky parim duhet të jetë për të gjithë shqiptarët dhe jo për një grup politikanësh. Mbarova, faleminderit. E përkthyer kjo, besoj se ndodh, se me atë që shpjegon zoti Male, mbase nuk e di se si është e qartë apo jo ndryshimet procedurale, por kjo nuk mund të ndodhi, në rast se është ngritur një propozim i tillë, i bie të dalë jashtë loje Instituti i Masave të Sigurimit. Dhe të dalë jashtë loje Instituti i Masave të Sigurimit është një lloj si ta lesh prokurorin me një këmbë. O zoti Beçi e ka dhe në koncept tjetër. Jo, jam ka thënë që unë nuk e jap imunitetin derisa dënohet vendim formacion. Përveç kësaj, ne kemi dëgjuar nga mazhoranca në shumë raste, për sa i përket favorizimeve apo jo, kemi dëgjuar një artikulim skandaloz të në mungesë totale të profesionalizmit procedurial. Dëgjojmë që thotë ka njerëz në burg pa vendim. Nuk është ky koncepti. Në burg të tërë njerëzit, si ai parkimi dysh me të drejtë apo pa drejtë, deri tek kryetari i Bashkisë Tiranës janë në burg me një vendim gjykate për caktimin e masës sigurimit. Dhe gjykata, madje edhe gjykata e shkallës së dytë dhe gjykata e lartë i ka lënë në fuqi këto vendime. Prandaj artikulimi populist që njerëzit janë në burg, se udhëheqësit tanë, kryetarët e bashkive tanë, deputetët tanë janë në burg, po përsekutohen se janë në burg pa vendime gjykate, është një sofizëm ordiner. Dhe përsa i përket mënyrës tjetër të ecjes së reformës. A ka një person jashtë, more? Mos po bëj politikë, jo, po bëj përsa i përket statistikë. Ha, më thuaj një. Treçereku i qeverisë duhet ishte brenda. Përsa i përket mënyrës, po më që pyeta kush është. Kjo s'ka vlerë. Të t'jap shpjegim. S'ka vlerë për atë. Ore kush është jashtë, more? Të vazhdojmë. Kush është jashtë në masë shtrënguese, nga masa shtrënguese. Fakti që Okej, ajo e akshit është jashtë. Jo, më fal.
është arrest me shtëpi ajo. Arrest në shtëpi. Është arrest Fakti që majoranca, se duhet të ecim dhe në koncepte makro, njeri nuk jashtë, duhet të ecim nuk ka. me detaje të S'ka cilat jashtë. Edhe Berisha bëri në populizëm ndërzejnë turmat për të arritur në konceptet e simpative të tyre personale politike. Çfarë ndodhi? Reforma politike, reforma në drejtësi u bë nga një majorancë politike e cila tha do ja fund dëshkueshmërisë në nivelin e zyrtarëve të lartë. Çfarë ndodhi? Korpusi ligjor i kodit procedurës penale dhe i elementëve të tjerë që i jepnin dorë prokurorisë për të patur hapësirën e duhur përveç se krijimit të prokurorisë posaçme nuk ekzistonte. Duhet të ekzistonte siç është koncepti. Në rast se ti ke seriozisht për të ndërtuar luftë kundër korrupsionit të nivelit të zyrtarëve të lartë, patjetër që duhet së pari proceduralisht të heqësh çdo pengesë burokratike formale, duke ecur me parimin që askush nuk është mbi ligjin penal. Thuhet edhe në përsa i përket interpretimit të imunitetit. Po me flasim ke ligji penal sot. Flasim sot ke ligji penal. Dhe në këtë koncept, jo vetëm që neni 242 nuk duhet të ndryshojë, po duhet të ndërtojë një nen brenda kodit procedurës penale në konceptin e pezullimit të çdo zyrtari në momentin që fillon hetimi. Dhe këtu ke paralelizëm dhe analogji të saktë. Magjistratë e Republikës Shqipërisë, punojnës të policisë Republikës Shqipërisë, në momentin që fillon një çështje penale, është apo jo, mbaron apo nuk mbaron me fajsi apo pa fajsi, çështja penale pezullohen automatikisht. Në rast se ti e ke të sinqert luftën kundër korrupsionit të zyrtarëve të nivelit të lartë, jo ta degradosh në 242, po ta gradosh dhe ta fuqizosh dhe duke thënë çdo zyrtar i nivelit të lartë në moment që Prokuroria e Republikës Shqipërisë fillon hetime ndaj tij, automatikisht është i pezulluar. Këtu do kuptoja që reforma ka patur një vullnet politik të qëndrueshëm, të qëndrueshëm. Në momentin që ti degradon nenet të cilat e mbanin pak a shumë ekuilibrin e luftës kundër korrupsionit, sigurisht që do vesh në një vullnet të gabuar politik pasaj. Nuk flasim më për procedurë, flasim për vullnet politike. Vazhdoj zoti Asim. Po Asim. Okej, mirë, fal. Jam shumë dakord me atë që thot zoti Beçi. Në fakt, ai ka instinktet e një magjistrati, diku që vjen nga ajo fushë, dhe kuptoj që gjithçka e shikon në atë lupën e le të themi ligjit, jurisprudencës. Nga ana tjetër ka edhe një element tjetër që është shumë i rëndësishëm. Pastaj që duhet thënë është elementi i përgjegjshmërisë politike. Një lloj integriteti politik që ti ke si individ nga parë, por edhe si parti politike. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Standarde që do mbash. Morali, pra s'ka më. Morali përpara. Po, aty jam dakord. Ne mund të mendojmë sot cilën do demokraci perëndimore, në atë familje, në atë grup ku ne duam të integrohemi, në qoftë se do të diskutoheshin çështje të tilla, pa dalë ato provat që kanë dalë, diskutime dhe akuza ose qoftë edhe zëra, direkt personi do gjëja e parë që do bën është do jepte dorëheqjen, do të vendoste veten në dispozicion drejtësisë, dhe është refleksi për ta shplar veten në qoftë se ti je i pastër dhe i papërlyer. Është normale ajo gjë. Do të them, po ju marr një rast për shembull të François Fillon, një ish kandidat për president i Francës, në fakt, fitoi primaret në Francë, tek le të themi koalicioni i djathtë asaj kohe, dhe i doli dikush i kishte bërë një akuzë, ishte në fund nuk është se u vërtetua, dikush i kishte bërë dhurat një kostum 3.000 euro, dhe përveç kësaj ai kishte marrë në punë dikë të njohur të familjes vet, që është një praktik absolutisht e përgjithshme e çdo parlamentari francez, ata kanë nga një asistent të vetin dhe secili merr në fakt familjar, njerëz të njohur e kështu. Por këtia quhetën ja futën, si thosh, te thesi i gabimeve që kishte bërë. Imagjinoni tash, për atë kostumin dhuratën $3.000 dhe për këtë elementi tjetër që s'ishte asnjëri prej këtyre nuk ishte element penal, s'ishte fare element penal. Ishte thjesht çështje morali. Dhe ky person që kishte të gjitha shanset, të gjithë probabilitetet dhe sondazhe për të bërë presidenti i Republikës në Francë, dha dorëheqjen, u tërhoq, edhe ne sot kemi Macronin.
president Francës. Po ishte edhe Sarkozia që nuk e arrestuan edhe për këtë gjë. vetëm kur mori vendim, se Franca nuk e ka vendim formës prerë, po e kanë bërë që edhe në shkallë të parë ta ekzekutoj vendimin me burg. Sarkozia për shembull, shumë mirë. Prandaj ne i marrim me rroba qepës me vetë. Po Sarkozy nuk e mbajtën para burgim. Sarkozia u fut në një proces gjyqësor. Po si ishte para burgim? Ke Trumpin ti, s'ka qenë para burgim, është ai kryebashkiaku i New Yorkut. S'është para burgim ai se mendon prokuroria. Nga tema, dakor. Më fal, jo, unë jam dakord me moralin. Kish absolutisht. Ky person Kryeministri norvegjez iku për qeran e shtëpisë se kishte deklaruar ky person 100 euro shash, e kupton? Ky person sot do ishte presidenti i Francës. Dhe po të shikoj edhe gjithë sondazhet e gjërat, dhe shikoj qartas i problemi ishte ky nuk mund të pranonte që të bëj presidenti i Francës duke pas këtë njollë që neve shqiptarëve na duket qesharake. Jemi shumë larg te standardi. Të akuzoj dikush Shqipërisë për një kostum $3000. Jemi shumë larg te standardi. Filozofik të së drejtës. Tashti drejtësia duhet ndjek. Po zoti Malaj. Po populli duhet ndjek drejtësinë. Në atë që ju shpjegoni, unë arri në një konkluzion tjetër. Fakti që morali këtu është zero, atëherë duhet ndërhysh me legjislacion se s'ke mënyrë tjetër. Jo, nuk e përjashtoj legjislacionin. Patjetër, standardin thotë zoti Asimi. Ka diçka edhe më të fortë edhe se sa çështja e legjislacionit. Është morali politik dhe një moment zoti Male vi me një herë ke ju. Jam fal zoti Male dhe një fjali e fundit. Më fal zoti Male. Një fjali e fundit. Jo më dha fjalë Andrea, nuk ka gjë, vazhdo ti. Po, emisionin ton. Me një herë tek ju zoti Male sapo ta thotë zoti Asimi, po. Elementi është ky që sot gjykatësi suprem madhor në një demokraci solide është votuesi. Ai ta zgjedh problemin. Kushtin ku votuesi pastaj kur nuk e zgjedhet lirat të ndershme, ose ku votuesi mund mos ta ketë nivelin kulturor të caktuar, se një pjesë e votuesve mund mendojnë, ama se s'është një problem i madh, se gjithandej ka korrupsion, gjithë do vjedhin. Atëherë kur ke një pjesë të votuesve që mund të mendojnë kështu, atëherë po, është problem, atëherë këtë problem ta zgjidh, po atë ka një mekanizëm jashtë në një demokraci normale, që është ky integriteti moral që secili do që ta ruaj. Zoti Malaj. Po. Fjala e plot për juve. Po e la Asimja, nëse flasim për votuesin, ne do kemi parasysh që votuesi shqiptar nuk është i lirë. Dhe një profesor i Universitetit të Juellit të shkencat politike qartëson se në momentin kur votuesi humbasin besimin se vota e tyre mund të shërbejë për ndryshim, autokracitë nuk vinë me tanke, por gërhyejnë institucionet shtetëformuese dhe vendi përkeqësohet në aspektin demokratik, social dhe ekonomik. E dyta, Asimi me drejt përmendi një shembull nga Franca, ku edhe unë kam një shembull që nuk e qartësoj dot me emrin konkret, por akuzat publike ndonjëherë krijojnë dhe krim. Pra ka qenë një kryeminist francez i akuzuar se kishte marrë një kredi nga një miku i tij, të cilat gjitha veprimet i kishte bërë zyrtare, por nuk i kishte bërë publike, dhe në kushtet e një sulmi të pamëshirshëm të mediave, ai u detyrua të vriste veten, dhe kryetari i partisë së atij kryeministri deklaroi se ju e hodhët të njëri si miq për tokë në turmën e medias të pashpirt. Marrim rastin e faktit që ne gjithmonë themi që vendet e Azisë kanë shkallë më të ulët të korrupsionit dhe ka nivelin më të lartë të zhvillimit. Pra ka një lidhje të vërtetuar dhe ekonometrike midis impaktit të ligjit në zhvillimin e qëndrueshëm të një vendi. Rasti i fundit, po ta përballosh me realitetin e hidhur shqiptar, vjen nga Korea e Jugut. Ne nuk e kemi atë kulturë, por për një çantë dhuratë 6.000 euro, u doj se uli dhe presidenti i vendit që kishte një reputacion të mirë kur u zgjodh, 3 ditësh dënuar me vdekje se kërkoi armatosjen e një pjesë të ushtarakëve që nuk ju përgjigjen kërkesës së tij. Kështu që në këtë aspekt, ne do të kemi parasysh që ne jemi në situatën që rrezikohemi nga një autokraci. Kemi kulturë të dobët shtetëformuese, kemi kriza të herë pas hershme, dhe në momentin që ne i nënshtrohemi autokracisë,
atëre ne jemi dhe bashkëpërgjegjës dhe prandaj angazhohemi publikisht. Se Andreas ka paguar asgjë. Pse është? Unë faleminderit. Pse është Dhe unë po autokracia? largohem duke ju falenderuar gjithëve. Faleminderit zoti Malej. Faleminderit për mendimet që ndatë në mbrëmjen e sotme në Off the Record. Unë mendoj që ne bëjmë një gabim të madh se ne fillojmë të marrim këto shembuj, jo Franca, ajo kjo, jo ajo. Ne këtu jemi. Do të kemi frikë nga shembuj zoti Balliu. Aty duam të shkojmë, ë? Te shembuj Mos keni frikë nga shembujt, po jemi prapa diellit ne. Se ne jemi në një vend ku sigurinë kombëtare e kontrollon Ergyes Agasi. Dhe karteli i çopjave, dhe Suel Çela, që marrin peng biznesmenin që pse ke ankimuar një tende që do ta marrë Baxhanaku kryeministrit. Ne jemi në një vend ku xhabaftët në Vor kërcënojnë fëmijën e deputetës, ishte rasti i zonës Vokshi. Ne jemi një vend ku karteli i çopjave kishte 8 miliard ju konfiskuan, ndërkohë që buxheti i Shqipërisë është 9 miliard. Dhe këta ishin po të njëjtët që kishin informacionet tek Akshi për të gjithë qytetarët shqiptar. Ne jemi në një vend ku nga 2024 deri në 2026 janë shpenzuar 3.4 miliard euro për infrastrukturën dhe ne na bien rrugët me shiu. Bie shi, shkatërrohet rruga, është vetëm në vend botë kjo që ndodh. Po i dimo zoti Balliu. Tani ju merrni, jo po ju them pra, ne jemi ky shtet, ne jemi një shtet. Prandaj jemi po një narkoshtet. Jemi këtë shembull që domethënë mos ndodhin këto fenomene, po të rendim pas Jo, nuk i dha për mirë. të, nuk po të them të kundërtën, nuk po të them që këto shembull nuk janë për të marrë se jemi në një realitet tjetër. As kemi pse të krahasojmë. Ne jemi në një situatë ku ne dim fare mirë që këtu shteti ka, unë nuk bie dakord shumë edhe me këtë pjesën e drejtësisë, se ne themi, a është kjo e kam dëgjuar në emisionin, kjo drejtësia ka bërë namin, ka arrestuar këta, ka bërë ka luftu korrupsionin, ka arrestuar këta drejtorë. Pse rritet korrupsioni këtu? Unë se kuptoj këtë. Tash kur goditet korrupsioni, duke arrestuar, korrupsioni pse rritet pastaj? Ne kemi rënë me 11 pikë në luftën ndaj korrupsionit, ndërkohë që këto arrestime janë bërë pikërisht tani. Pse rritet? Ja, më fal një minutë, se Ska as institucion tjetër që punon përveç prokurorisë po s'kan qenë ato institucionet as më përpara. Duke patur një digë. Jo, s'është ashtu. Të lutem, më lejo ta mbaroj.